Policia ka arrestuar autorin e dyshuar të zjarrvënies në tregun e fruta perimeve në lagjen Xhevdet në Pravishta në Lushnjë. Në prangë ka rënë shtetasi KÇ, 48 vjeç, banues në Durrës, i dyshuar gjithashtu edhe për vjedhje biçikletash. Sipas hetimeve, 48 vjeçari dyshohet se në orët e para të mëngjesit të datës 19 maj 2026 i ka vënë zjarrin tregut të fruta perimeve dhe më pas është larguar nga vendngjarja duke u fshehur në Durrës. Hetimet kanë zbuluar gjithashtu se ai dyshohet të jetë autor dhe i vjedhjes së një biçiklete në qytetin e Lushnjës, të cilën e kishte përdorur për lëvizjet e tij 2 ditë para ngjarjes. Biçikleta është sekuestruar në cilësinë e provës materiale. Nga kqyrja e kamerave të sigurisë, rezulton se pranë tij ka qenë dhe një person tjetër i cili deri tani nuk rezulton i përfshirë në zjarrvënie. Në drejtimin e prokurorisë vijojnë hetimet për zbardhjen e plotë të ngjarjes dhe identifikimin e personave të tjerë që mund të kenë lidhje me rastin. Materialet procedurale janë referuar prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Fier për veprat penale, shkatrimi pronës me zjarr dhe vjedhja.